Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur për Big Brother VIP Kosova. Kemi arritur deri diku të zbulojmë se kush janë banorët e parë, të cilët më datën 31 tetore dhe shumë pak domethënë afron për të hapur dyert e asaj shtëpie gjigante, një shtëpi që në fakt do të na përfshijë me ngjyrat e bukura, me emocionet e bukura dhe me karakteret e bukura. Në për shumë emisione televizive dhe rrjete sociale, emri Big Brother VIP Kosova ka vazhduar të shkaktoj diskutime të forta, kuriozitete dhe emocion të jashtëzakonshëm. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të edicioneve të kaluara, ku çdo sezon ka thyer rekorde shikueshmërie dhe ka bërë që e gjithë publika të flasë për jetën brenda shtëpisë më të famshme të vendit, fansat e programit janë tashmë të etur për të mësuar se çfarë surprizash sjell sezoni i 4. Gazetari i njohur Agoni ka zbuluar disa detaje që kanë ndezur edhe më shumë imagjinatën e publikut. Ai tha se mes VIP-ave që mund të jenë pjesë e këtij edicioni janë emrat e njohur si Benita, Zena, Mike dhe artiste që kanë shënuar sukses të madh në muzikë dhe që do të sjellin dinamika të papritura brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Por surprizat nuk ndalen këtu. Gjatë diskutimeve në emisione të ndryshme u përmend se mund të hyjnë në emision Sara Hoxha dhe Armend Rexhepagiçi, duke shtuar më shumë intrigë dhe emocion në këtë garë të famës dhe të shfaqjes së karaktereve të forta. Ajo që e bën Big Brother VIP Kosova të veçantë nuk janë vetëm emrat e njohur, por edhe historia e tij e suksesshme. Çdo sezon ka sjell momente që kanë lënë shikuesit pa frym, skena që kanë bërë të dridhen emocionet e tyre dhe rrëfime që kanë shpalosur anë të paparashikueshme të jetës së VIP-ave. Ky program nuk është thjesht një spektakël televiziv, është një pasqyrë e jetës ku intrigat, miqësitë, dashuritë dhe sfidat bashkohen për të krijuar një histori që secili shikues e ndjen si të tij. Dhe ky sezon nuk do të jetë as pak ndryshe. Me mundësinë e futjes së emrave nga diaspora, pritshmëritë janë të larta që Big Brother VIP Kosova të bëjë histori, duke bashkuar publikun nga të gjitha trojet shqiptare dhe duke rikthyer emocionin e papar që vetëm ky spektakël mund ta sjellë. Në çdo rrugë, kafe, televizion apo rrjet social, njerëzit flasin për këto emra misterios, duke imagjinuar marrëdhëniet që mundet të krijohen brenda shtëpisë, konflikte që mund të shpërthejnë dhe miqësitë që mund të lindin. Të gjithë e dinë kur Big Brother VIP Kosova nis, asgjë nuk është më si më parë. Ky është më shumë se një spektakël, është një fenomen i cili lidh gjeneratat, ndez bisedat dhe ngjall emocione që do të mbeten të paharrueshme. Publiku e di që çdo sezon sjell surpriza dhe Big Brother VIP Kosova 4 premton të jetë i madh, më dramatik dhe më emocionues se kur. Fatmirësisht Big Brother VIP Kosova këtë sezon ka përzgjedhur që të jetë shumë sekret dhe nuk mundet dot që të kapin fiks se kush do të jetë banori i parë i cili do të hapë ato dyer.